Një grua ka humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur e plagosur në Tiranë pas një tentative për t'i vjedhur. Fatbarda Tafa, 37 vjeç, ka humbur jetën rrugës për në spitalin ushtarak dhe Lumturie Gjana ka mbetur e plagosur. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:10 minuta, pikërisht në zonën e fushës së aviacionit, ku dy motrat së bashku me fëmijët e tyre kanë dalë për xhiron e pasdites. Por ato janë sulmuar nga dy hajdut me motor, të cilët kanë tentuar t'i vjedhin bijuteritë dhe çantat që kishin me vete. Hajdutët kanë hasur në rezistencën e grave dhe si pasojë ata kanë goditur me thikë për vdekje Fatbardhën dhe plagosur Lumturien, ndërsa fëmijët që shoqëronin gratë janë tmerruar nga skena, kurse hajdutët pas kësaj janë larguar nga vendi i ngjarjes. Në ndihmë të viktimave kanë ardhur menjëherë banorët e zonës, të cilët kanë transportuar motrat në spital, ndërsa thonë se ngjarja ka ndodhur aq shpejt sa nuk kanë parë agresorët, por vetëm pasojat që ata kanë lënë, një të vdekur dhe një të plagosur. Po ne ishim brenda, në shtëpi. Porta e mbyllur, ne s'pa mas e gjak. Kur dulem, gruaja ishte e shtrime, komplet e përgjakur. E motra si për saj për mi dha ndimen, vajza kërkoi ndim u lërit të si ato ma kalamajt. Kur kemi dalë, ne s'pam as grabica, as me motor, as absolut. Rruga e pastër. Vetëm që ka ndarë lagja komplet edhe janë rrethu. Ishe ferastisi, tha unë dë që i thënë spital, tha se s'dë la me dhënë shpirë, ta jem duket sa hynin makinë, vdiq. Ndërsa është vënë re një angazhim i madh i forcave të policisë, e cila ka mbritur menjëherë në vend ngjarje. Policia ka bërë izolimin e zonës duke vendosur postobllogje në të gjitha hyrje-daljet e kryeqytetit. Aty kanë mbritur edhe figurat më të larta të policisë, si drejtori i përgjithshëm Hysni Burgaj, i cili qëndroi për disa minuta me grupin hetimor. Ndërkohë nga ana e policisë është vënë një shpërblim për 10.000 eurosh për çdo person që jep informacion të vlefshëm që do të çojë në kapjen e autorëve duke ruajtur anonimatin.